Kam sjell recetën e mantijave të shkrefta me moja buke, të mbushura me patate, qepë dhe suxhuk, në një përgatitje unike. Besoj se kam ju pëlqyer receta, ku ta shihni videon në vazhdim. Filloj me përgatitjen. Fillimisht përgatisim mbushjen e mantijave. Këtu kam patate, të cilat i kam larë mirë dhe i kam pastru nga lëvorja, i kam vendosur kështu në një hinë me ujë që mos t'ju humbë nga ngjyra. Gjithsej kam 1 kilogram me patate, tash marr dhe i coptoj në katrore të vogla. Sa më të vogla që t'jenë katroret, aq më mirë do jetë. Dhe përsëri pjesët e coptuara i hedhi tek uji. Kështu në këtë mënyrë bëj coptimin e gjithë patateve. Pasi kam bërë coptimin e gjithë patateve në katrore të vogla, ju kam largu ujin, kështu i kam pullu, marrim një tigan të lloji që nuk nxeh dhe në të shtoj 2 qepë, cilat i kam coptu më herët për arsye kohe, kështu i kam coptu në copsa të vogla, hedhim në tigan dhe ja shtoj dikon rreth 70 ml me vaj. Dhe i zjarrin në temperaturë mesatare i fërgoj qepët duke i përzier vazhdimisht derisa ato të zbuten mirë. Kam fërguar qepët mirë, kanë filluar që të zbuten. Tash ja shtoj na 200 gram me suxhuk të bëra në copsa të vogla. E përzij kështu mirë që të përhapet suxhuku nëpër gjithë qepët. Dhe në fund ja shtoj patatet e coptuara. Shtoj një lugë e gjysmë të mesme me veget. Vegetin të shtoni sipas dëshirës dhe një lugë të mesme të mbushur plot me biber të zi. Unë jam duke përdorur biber të zi të ëmbël, mund të përdorni edhe djepë. Dhe tash masën duke e përzier kështu vazhdimisht, e fërgojna dikon për 10 minuta. Kam fërguar mirë patatët, kështu duke i përzier vazhdimisht. Tash ja shtojna një gotë 200 ml që me ujë dhe kështu i lojmë në zjarr duke i përzier her pas here derisa të bëhet shterja e ujit. Ju ka shterur patatët dhe uji, tash janë gati të largohen nga zjarri. I lojmë të ftohen. Pasi mbushja e mantijave është gati, ne përgatisim brumin. Në një hinë të madhe shtojna një lugë gjelle me sheqer, një lugë gjelle me moja buke. Këto mantije me moja buke dhe bëhen shumë të mira, ndahen flet. Tash shtojna 200 ml me ujë të vakët, 200 ml me qumësht të vakët dhe masën e përzij mirë që të aktivizohet pak moja e bukës. Mjaftueshëm kam bërë përzierjen. Tash shtojna një lugë gjelle të mbushur plot me uthull bardhë, uthull ushqimore 9%. Uthulla i bën më të shkrefta. Përsëri e përzij masën. E të mpaktojmë përzierjen dhe tash shtojna millin. Mill do na duhen dikon rreth 600-700 gram, asnjëherë zgjidhen fikse masat millit, për atë arsye shtojmë pjesë dhe një lugë gjelle të mbushur jo plot me krep dhe filloj që ta punoj brumin. Hedhim mill e punoj derisa ta fitoj një brum me trashësi mesatare si të gjiflëve. Brumin e punojmë derisa të largohet plotësisht nga dora. Kam punuar brumin mirë, është bërë një brum me trashësi mesatare. Kam punu gjatë derisa është larguar nga dora. Tash sipër i hedhi kështu pak vaj, e bëj brumin me vaj nga gjitha anët.
kështu, duke përhap vajin, që më pas kur dyfyshohet më letë largohet nga ena. Tash enën ku ndodhet brumi e mbulojmë me folinë najloni dhe e lojmë në ambient dhome që brumi të dyfyshohet për 1 orë. Tash ja largojna folinë e najlonit sepse brumi ka fushu mjaftueshëm, është dyfyshu masa, është bërë një brum shumë i mirë. E kalojmë tavolinë punës, hedhi miku në tavolinë, kaloj brumin. Tash brumin e rrotullisim tek milli. Pak, sa të japim një formë të lëmuar. Hedhi mill vazhdimisht në tavolinë, për të ketë nevojë, dhe brumin e ndojmë në 10 pjesë të barabarta. Në fillim e ndojmë në 2 pjesë, secilën pjesë në 5 pjesë tjera. Kam bërë ndarjen, tash secilës pjesë ja jap formën e një kulaçi duke e rrokollis kështu në mijë, duke ja thënë një formë të lëmuar, sepse më lehtë bëhet hapja kur ja japim formën e lëmuar. Në këtë mënyrë ju japim formën e kulaçeve të gjithë. Gjithë kulaçeve ju kam dhënë formën, tash marrim kulaçin e parë dhe bëjmë hapjen. Kështu, fillojmë nga kulaçi i parë, i dytë, i tretë dhe me radhë. Hapim në një masi dikon rreth 13-14 cm. Ja, në këtë masi, në mënyrë të njëjtë vazhdojnë tutje në të gjitha. Kam bërë hapjen e gjithë kulaçeve, kështu jam mundu gjitha t'i hapi në masi në njëjtë. Tash filloj që të bëj renditje njërën mbi tjetrën, duke ju shtruar kështu në mes gjallë të shkrirë. Mund t'i përgatitni me vaj, me puter, me t'lynë, varet si doni, me margarinë, varet si doni që përshtatni recetës. Tash bëjmë radhitje njërën mbi tjetrën, duke i bashku qoshët, pasi të shtroj gjallë. Kështu besoj se nga një lugë gjelle është mjaftueshëm. Bashkojna qoshët, në këtë mënyrë i radhisim gjitha, me majet gishtave qoshët. Her pas here brumin e kthejmë nga ana e kundërt. Kemi radhit të gjitha, njërën mbi tjetrën. Jam mundu që t'i bashkoj qoshët, atë sa mundem. Kështu me majet gishtësh. Tash brumin e kthejmë nga ana tjetër. I hedhim pak mijë. Dhe nga pjesa e poshtme hedhim mijë, që mos ngjitet në tavolinë pune. Dhe me anë të shkopit e hapim brumin, përqendrohu tek qoshat, duhem të jap formën e një dritkaqe apo katrore. Shumë e rëndësishme është të bëhet bashkimi i qoshëve. Brumin gjatë hapjes përsëri e kthejmë nga ana tjetër. Hedhim mijë dhe përqendrohemi tek qoshët.
Marrim një thikë apo shpakullin e kuzhinës dhe drunin e ndajmë në katrore. Në secilën katrore do vendosim nga mbushja, kështu në mes të katrores vendosim mbushje. Dikon një lugë mes me mbushur plot është mjaftueshëm. Tash bëjna palosjen e mandijave, i palosim në formën e një boqe. Kështu në këtë mënyrë, do dalin shumë bukur. Ja, krasi ka dalë, vërtet ka dalë shumë mirë. Në këtë mënyrë, vazhdojna tutje me palosjen e gjithë mandijave. Pasi gjithë mantijave ja kam dhënë formën, i vendosi kështu në tepsin. Tepsinja e shporetit elektrik është më e përshtatshme. Në tepsin kam vendosur letër të pjekje, më mirë është, nuk do ngjiten gjatë pjekjes. I vendosim gjitha. Tash tepsinjen e mbuloj me një pecej kuzhine dhe i loj që të pushojnë dhe dyfishohet bruni rreth 15 minuta në ambient vrumë. Mantijat kanë pushu për 15 minuta, ja largojna pecetën e kuzhinës dhe sepër në anë të një brushe, kështu, i lym pak me gjalpin e shkrirë, tek secila vendosim nga pak gjalp. Dhe mantijat janë gati për pjekje, kam nxej furrën në 250 gradë, i fus në temperaturë 250 gradë për 5 minuta, më pas uli temperaturën në 220 gradë dhe i pjeki për 20 minuta tjera. Janë pjekur mantijat, i kam largu nga furra, ka një aromë shumë të mirë, tash sipër kështu i spërkasim me pak ujë, të zbuten pak. I lojnë që të ftohen dhe janë gati për konsumim. Mantijat janë ftohur pak, i kam mbulu me pecej kuzhine dhe pak foline i loni, janë zbutur mjaftueshëm. Ta marrim një dhe ta shihni se si kanë dalë në mes. Vërtet kanë dalë shumë të mira. Gjithë ju motra që përgatisni në këtë mënyrë mantija me maja buke, mbushura me patate, ju bëfshin mirë, ju faleminderit që ndani kohë vazhdimisht për recetat e mia. Jepni komente të bukura, mirëmbëjtje nga sofra shqiptare deri në recetën e radhës.